Partia Demokratike Europiane Dega në Kërçov e udhëhequr nga Jetmir Ajradini mbajti takim me qytetarët e Kërçovës ku diskutua për situatën aktuale politike në vend. Kryetari i Degës së Partisë Demokratike Europiane në Kërçov, Jetmir Ajradini, në fjalën e tij para të pranishmive tha se veprimet e kësaj qeverie në dëm të shqiptarëve nuk kanë të ndalur. Prandaj duhet mobilizuar për të ndaluar këto veprime diskriminuese ndaj shqiptarëve dhe pakicave të tjera që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Skandalet e kësaj qeverie në dëm të shqiptarëve nuk kanë të ndalur, edhe nëse qëndrojnë me ju deri në mëngjes, besoj se gjysma e skandaleve të tyre nuk mund ta përmendin. Por më të miri për skandalet e tyre do të vendosë populli në zgjedhjet lokale, të cilat i kemi pas disa muajve, për zgjedhjeve lokale, në gjendjen e mjerueshme, në të cilën jemi ne, shqiptarët, turqit, romët dhe egjiptianët, e kemi të patjetërshme që të këmbgulim edhe për zgjedhje parlamentare dhe të japim goditje të dy fish, edhe një herë për të largojmë nga skena politike, profiterës klasik, që politikën e shohim vetëm për përfitime personale. Ne si parti, për çdo ditë, hasim në antarësi të vlerë të pakënaqur, nga në Degër, Kërsi Qendrore, nuk e di se si do kemi fytyrë të dalë të kërkojmë votë atyre që u premtuan ndryshimin, atyre që u premtuan punësime dhe avancime, nga ana tjetër asnjë punësim dhe në vend të avancimeve i largohen nga puna shqiptare. Zgjedhjet komunale do të jenë një goditje e fuqishme për ato që shiten patriota, kurse për çdo ditë bëhen skandale me tendera milionëshe. Jam i bindur se pas goditjes së të marrë në zgjedhjet komunale, Fronti Evropian nuk do të ketë opozitë për të kaluar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat janë më të nevojshme. Unë si koordinator i Partisë Demokratike Europiane dhe sekretar Degë në Kërçov, kërkoj përshëndetje nga ana juaj, por edhe shumë të tjerë, që do të bashkangjitem ditëve dhe muajve në vijim, që të themi stop këtij diskriminimi në baza etnike, që themi se ju nuk jeni legjitimë për të udhëhequr me pushtetin lokal e as pak me atë qendror. Bashkërisht ju kisha lutur të punojmë dhe të mobilizohemi, që në zgjedhjet lokale të dënojmë politikat e vendit që janë në përfitime personale në kurriz të popullit shqiptar.